Shëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Kjo javë për ju nis me një energji që nuk mund të shtyhet më, me kartën fshesa. Fshesa tregon një nevojë të fortë për të folur, për të sqaruar, për të nxjerrë në sipërfaqe atë që është mbledhur brenda. Mund të jetë një debat, një bisedë shumë pritur, ose një moment ku ju vendosni të mos heshtni më. Kjo shtyn menjëherë drejt lëvizjes me kartën anija. Anija nënkupton një largim, një ndryshim drejtimi, një distancë fizike ose emocionale. Ju mund të ndjeni se duhet të largoheni nga një situatë ose të paktën të krijoni hapësirë për të parë më qartë. Është një kalim nga tensioni drejt një kërkimi për kuptim, por kjo rrugë nuk është e lehtë, sepse me kartën kryqi sjell një peshë të thellë emocionale apo shpirtërore. Ju mund të ndiheni të rënduar, sikur po mbani diçka që nuk zgjidhet lehtë, ka një ndjenjë të tipit duhet ta përjetoj këtë. Një proces që kërkon durim dhe pranim. Në mes të kësaj shfaqet karta letra. Komunikimi bëhet çelës, një mesazh, një bisedë apo një e vërtet që duhet thënë hap rrugën për të kuptuar më shumë. Ju mund të merrni një informacion që ndryshon mënyrën se si e shihni gjithë situatën. Kjo hap një dimension më të thellë me kartën hëna dhe emocionet intensifikohen, intuita bëhet më e fortë, ju ndjeni më shumë, kuptoni më shumë, por gjithashtu mund të jeni më të ndjeshëm dhe më të prekur nga gjithçka që ndodh. Brenda kësaj ndjeshmërie shfaqet karta gjarpri. Dhe gjarpri nënkupton një ndërlikim, një situatë jo e drejtë për drejtë ose një person që sjell tension. Mund të ketë xhelozi, keq kuptime ose një energji që nuk është plotësisht e pastër. Ju duhet të përdorni intuitën për të dalluar të vërtetën. E gjithë kjo histori lidhet fort me burrin. Dhe ky mund të jetë një figurë mashkullore që luan rol kyç. Burri mund të jeni ju nëse jeni meshkuj, mund të jetë dikush konkret në jetën tuaj nëse ju jeni femra, ose mund të jetë energjia mashkullore e situatës që manifestohet me veprim, vendim, drejtim. Pra, çfarëdo që ndodh këtë javë lidhet ngushtë me këtë person ose ndikimin e tij. Në Prism Oracle kemi besimi. Besimi nënkupton se edhe kur rruga është e vështirë, edhe kur emocionet janë të rënda, edhe situatat janë të paqarta, ka një kuptim më të madh që po shpaloset. Duket se java ju thërret të besoni jo vetëm te rezultati, por edhe te procesi, sepse ju përballeni me një situatë që kërkon sqarim dhe mund të çojë në një largim apo ndryshim. Përmes një peshe emocionale dhe një komunikimi të rëndësishëm, zbulohet një e vërtet më e thellë që mund të lidhet me një figurë mashkullore. Pavarësisht ndërlikimeve, rruga kërkon besim. Paçim.